kualifikuar për të quajtur dishekull të Jezusit? Shumë flasin për Perëndin, por çfarë thot Perëndia për veten? Perëndia i zbulon atributet e tij në shkrim, por 4 prej tyre janë thelbësor për t'i mësuar. Pa i njohur këto 4 atribute, askush nuk mund të quhet dishekull i Jezusit. A jeni ju dishepulli i tij? Përshtatja dhe presioni i njerëzve janë ndër sfidat më të mëdha, jo vetëm mes të vegjelve, por edhe të rriturve. Nëse një student i ri në një shkollë guxon të jetë ndryshe, ai ose ajo rrezikon të armiqësohet dhe të bullizohet, madje edhe më keq. Shumë prindër në shoqërinë tonë në përgjithësi do të bënin çdo gjë për të siguruar që fëmia i tyre të përshtatet, që fëmia i tyre të pranohet, që fëmia i tyre të mos jetë as pak ndryshe. Unë do ta theksoj këtë fjalë ndryshe për një arsye shumë të rëndësishme. Mbajeni mend këtë fjalë ndryshe, sepse do t'ju tregoj pas pak që të jesh ndryshe mund të jetë diçka shumë e mirë. Por jam gjithashtu i vetëdijshëm për faktin se ka disa prindër të mrekullueshëm në këtë kishë që i kanë inkurajuar, i kanë trajnuar, i kanë disiplinuar dhe i kanë frymëzuar fëmijët e tyre që të mos konformohen apo të bullizohen nga shokët e tyre. Në veçanti, nëse ky konformim është për një mënyrë jetese të keqe dhe të shturur që nuk i jep lavdi Perëndis. Ndërsa shoqëria në përgjithësi e ka besuar këtë ide të rreme, se ndryshimi i perëndishëm është i keq, që ndryshimi i perëndishëm refuzohet, që ky ndryshim i perëndishëm thonë se nga ana psikologjike është i dëmshëm, që ndryshimi i perëndishëm është i papranueshëm, por gjithsesi të qenit ndryshe është një nga atributet e Perëndisë tonë. Gjatë mesazhit të shkuar pam se si sovraniteti i Perëndisë është boshti rreth të cilit rrotullohen të gjitha atributet e tjera. E lidhur ngushtë me këtë është shenjtëria e Perëndisë, të qenit i shenjtë ndryshe nga njerëzimi. Dhe arsyeja pse po përqendrohem te fjala ndryshe, dhe nuk po them i shenjtë ose shenjtëri është se fjala i shenjtë ose shenjtëri në kulturën tonë të sotme ka një domethënie shumë negative. Për këtë arsye më duhet t'ju jap shumë shpjegime, sidomos për brezin e ri. Dëgjoni se çfarë thot fjala e Perëndisë tek 1 Samueli 2:2. Nuk ka asnjë të shenjtë si Zoti, sepse nuk ka asnjë tjetër veç teje. Dëgjoni se çfarë thot Isaia 40:25. Me kë kërkoni pra të më ngjasoni, që të jem baraz me të, thot i shenjti. Të dashur, kjo na tregon se shenjtëria e Perëndisë është krejtësisht e ndryshme nga mirësia njerëzore. Na shfaqet sërish fjala ndryshe, krejtësisht e ndryshme. Rënja e fjalës hagios në greqisht ose i shenjtë, rënja e kësaj fjale ka kuptimin ndryshim, ndryshe. Mund të nënkuptoj të jesh i veçuar, mund të nënkuptoj të jesh vënë më njan, mund të nënkuptoj të jesh lart ose i transformuar. Mbi të gjitha, kur ne themi që Perëndia është i shenjtë, ne po themi që ai është shumë ndryshe nga njerëzimi. Ai nuk mund të krahasohet me asnjë tjetër. Ai nuk mund të paralelizohet me asnjë tjetër. Ai nuk mund të vendoset krah për krah me dikë tjetër. Ai është krejtësisht ndryshe. Dhe për këtë arsye ndryshimi i shenjtë është i mirë. Miqtë e mi të dashur, më dëgjoni me kujdes, ju lutem. Perëndia na thot në fjalën e tij, herë pas here dhe herë pas here, që ai do që edhe dishepujt e tij
të jenë ndryshe ashtu si ai është ndryshe. Dëgjoni pak 1 Thesalonikasve kapitulli 4 vargu 3. Sepse ky është vullneti i Perëndisë. Disa njerëz pyesin, unë dua të di se cili është vullneti i Perëndisë. Ja, cili është vullneti i Perëndisë, sepse ky është vullneti i Perëndisë, shenjtërimi juaj. Unë e di që kjo është një fjalë e madhe për disa prej dëgjuesve tan të rinj. Prandaj më lejoni që t'ju them një parafrazim të Josefit. Ky është vullneti i Perëndisë për ju, që ju të jeni ndryshe, ashtu si Ati juaj qiellor është ndryshe. Ndryshe nga kush, mund të pyesni? Ndryshe nga njerëzit e paperëndishëm dhe imoral. Ndryshe nga kjo kulturë e rënë, ndryshe nga ata që konformohen për të shkuar mirë me të tjerët. Për këtë arsye, pjesa tjetër e vargut thot se ne duhet të largohemi nga imoraliteti. Që Perëndia është ndryshe nga njerëzimi, do të thotë se ai është ndryshe në pastërti, do të thotë se ai është ndryshe në drejtësi, që ai është ndryshe në pamundësinë e tij, në pamundësinë për ta pranuar mëkatin, ndryshe në pamundësinë e tij që t'i shkel syrin mëkatit. Ai është ndryshe në pamundësinë e tij për ta shpërfillur mëkatin. Ai është ndryshe në pamundësinë e tij për të mos e dënuar mëkatin. Ai është ndryshe në pamundësinë e tij për të mos e gjykuar mëkatin. Dhe miqtë e mi të dashur, pikërisht për këtë arsye bota është e gjindosur me mendimin për shenjtërinë e Perëndisë dhe shenjtërinë e dishepujve të Jezusit. Pse? Sepse njerëzit duan një Perëndi që është si ata. Ata duan një Perëndi që e aprovon stilin e tyre të jetës. Ata duan një Perëndi të cilin mund ta manipulojnë. Ata duan një Perëndi që nuk është i shenjtë dhe plotësisht ndryshe. Pse njerëzit e refuzojnë dhe se durojnë dot shenjtërinë e Perëndisë? Sepse ajo e dënon ndërgjegjen e tyre, sepse ajo e dënon idenë e tyre, se Perëndia është në rregull me ne, pavarësisht se në ç'mënyrë jetojmë. Sepse ajo e dënon futjen e mëkatit brenda kishës së Jezusit, dhe për shkak të këmbguljes së tyre, se si Perëndia ashtu edhe dishepujt e tij duhet ta pranojnë mëkatin e tyre, ata do të këmbgulin, ata do të ngulmojnë, jo për shkak të besimit të tyre, por për shkak të vendosmërisë së tyre që mëkati i tyre të pranohet. Por unë dhe ju e dim se ka vetëm një mënyrë për të hequr ndëshkimin e Perëndisë për mëkatin. Ka vetëm një mënyrë për të hequr ndëshkimin e Perëndisë për mëkatin. Ka vetëm një mënyrë për të hequr ndëshkimin e Perëndisë për mëkatin, për çdo mëkat çdo njërit prej nesh. Dhe kjo mënyrë është duke u penduar dhe duke e vendosur atë mëkat, çdo mëkat, të gjitha mëkatet nën gjakun e derdhur të Jezus Krishtit në kryq. Perëndisë që është plotësisht tërësisht i shenjtë ndryshe, i pëlqen që të mirëpres mëkatarët e penduar, që nuk ndihen krenar për asnjë mëkat, sepse është neveri për Zotin dhe është fyerje për gjakun e Jezus Krishtit që u derdh në kalvar. Si mund të jetë ndryshe një dishepull i Jezusit, ashtu si Perëndia është ndryshe? Pikë së pari dhe më kryesorja në fakt, përmes bindjes ndaj gjithë fjalës së Perëndisë, jo copave që zgjedhim dhe marrim nga ajo, jo duke marrë ato që na pëlqejnë dhe duke lënë ato që nuk na pëlqejnë. Bindje ndaj gjithë fjalës së Perëndisë, së dyti, duke imituar Jezusin, i cili është edhe ishte i bindur deri në vdekje. Miqtë e mi të çmuar, kur ne zgjedhim që të falim ata që na lëndojnë dhe ata që na përçmojnë, ne po imitojmë Jezusin dhe kështu bëhemi ndryshe. Kur ne zgjedhim
që të mos e lejojmë zemërimin dhe hidhërimin që të na gërryej shpirtin ton, ne jemi ndryshe. Jemi duke imituar Jezusin dhe jemi ndryshe. Kur ne zgjedhim që të ofrojmë dashuri përsëri, ne jemi ndryshe, ashtu si Jezusi është ndryshe. Kur ne zgjedhim që të jemi të pastër seksualisht, ne jemi ndryshe. Kur ne zgjedhim që të mos flasim keq për të tjerë, të mos bëjmë thashë theme dhe përgojime, ne jemi ndryshe ashtu siç Perëndia është ndryshe. Kur ne zgjedhim që të mos mbajmë mëri kundër atyre që mund të na kenë tradhëtuar ose na kanë bërë keq, ne jemi ndryshe. Kur ne zgjedhim që t'i nënshtrohemi autoritetit të fjalës së Perëndisë dhe atyre që me besnikëri e ruajnë fjalën e Perëndisë, ne jemi ndryshe, ne jemi duke imituar Jezusin. Kur ne zgjedhim me besnikëri dhe sakrificë që të dhurojmë për shërbesën e Ungjillit, ne jemi ndryshe dhe po imitojmë Jezusin. Kur ne rrezikojmë që të refuzohemi, duke u thënë jo miqve tanë që po bëjnë gjërat e gabuara, ne jemi ndryshe dhe po imitojmë Jezusin. Kur ne zgjedhim që së pari dhe më e rëndësishme të kënaqim Perëndin, ne jemi ndryshe. Kur ne rrezikojmë të mos jemi popullor me këtë kulturë të keqe dhe të paudhë, ne jemi ndryshe dhe po imitojmë Jezusin. Një nga pasazhet e shkrimit që me të vërtet më ndryshon nga brenda jashtë, gjendet te Isaia kapitulli 6. Është çasti kur Isaia gjendet ballë për ballë me shenjtërinë e Perëndisë, me Perëndinë e shenjtë, ajo gjend ballë për ballë me Perëndinë e shenjtë. Perëndia i tregoi atij një pamje të vogël të shenjtërisë së tij. Perëndia përmes një vegimi i tregoi atij se kush ishte në të vërtetë krejtësisht i shenjtë. Dhe kur Isaia e pa paksa shenjtërinë e Perëndisë, ai ra me fytyrë në tokë. Ju përgjërohem kur të shkoni në shtëpi, merrni pak kohë dhe lexojeni atë kapitullin 6. Lexojeni me ngadalë, lexojeni disa herë, lëreni që t'ju ngulitet mirë. Sepse në kapitullin 6 vargu 5, kur ai Isaia pa Perëndinë e shenjtë, ai tha, i mjeri unë, ose i mjeri jam unë, sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Të dashur, sa herë që dikush ndeshet me shenjtërinë e Perëndisë, jo vetëm që nuk e pranon as pak mëkatin, qoftë ai në jetën e tij apo në jetën e të tjerëve, jo vetëm që nuk e bekon mëkatin, jo vetëm që nuk e toleron mëkatin, jo vetëm që nuk ndihet mirë me veten e tij, por ndihet i paplot në ndjesin e tij që është i padenj. Të kesh një takim me një Perëndi plotësisht ndryshe dhe të shenjtë, mund të na transformojë sipas shëmbulltyrës së birit të tij. Kur Jobi pa Perëndin, ai thirri, unë pendohem mbi pluhurin dhe hirin. Kur Pietri pati një takim me Perëndin që krijoi peshqit e detit, i ra ndër këmbë dhe i tha, largohu prej meje sepse jam njeri mëkatar. Përpara shenjtërisë së Perëndisë, edhe engjëj mbeten të mahnitur. Isaia i pa engjëjt duke u përkulur, duke adhuruar dhe duke përlëvduar Perëndin. Ashtu si 700 vjet më vonë, gati 800 vjet më vonë, gjoni i zbulesës pa të njëjtën gjë. Le ta mendojmë pak këtë. Engjëjt që i shërbejnë Perëndisë së gjallë ditën dhe natën, u ndjen të padenj që të ishin në atë vend. Engjëjt që nuk janë të njollosur me mëkat njerëzor, qëndrojnë me një frikë të shenjtë dhe me nderim para shenjtërisë së Perëndisë. Unë jam plotësisht i bindur dhe ky është mendimi im personal, unë gjithmonë ju a them paraprakisht, besojeni ose jo, që ne nuk do të shohim një rizgjim apo rigjallërim të vërtet të frymës së shenjtë, quajeni si të doni, derisa dishepujt e Jezusit, derisa shërbëtorët e Jezusit të fillojnë të qëndrojnë me frikë nderim para shenjtërisë së tij dhe të mos e justifikojnë mëkatin dhe të rebelohen.
Kur Isaia u gjend përballë me shenjtërinë e Perëndis, kjo e goditi atë në fytyrë. Nuk pati asnjë lloj krenarie apo vetë kënaqësie, asnjë lloj krenarie vetë besimi, asnjë lloj krenarie vetë vlerësimi, asnjë nga këto lloj krenarish që Perëndia i ka lejuar brenda nesh, sepse ai e di që ne jemi duke ndryshuar dhe ai po ndryshon në ne. Mos e thënd Zoti. Ai ra përmbys dhe tha: Perëndi, unë jam i humbur, sepse jam një njeri me buzë të papastra dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Të dashur, nëse ne takojmë shenjtërinë e Perëndis në adhurim, më dëgjoni me kujdes, qoftë në mënyrë personale apo në publik. Nëse ne takojmë shenjtërinë e Perëndis dhe kjo nuk ju shtang plotësisht me një ndjesi pa denjësie dhe mirënjohje, ka mundësi që të mos e njihni Perëndinë e shenjtë. Në fakt ishte dorëzimi i Isaias përpara Perëndis. Ishte pranimi që bëri ai për papastërtinë e tij, që e bëri Perëndin të bënte diçka për ta fuqizuar atë. Dhe ky pranim bëri që engjëlli t'i sillte një thëngjill zjarri nga altari dhe e vendosi në buzët e tij. Vetëm atëherë, ai mund të autorizohej nga Perëndia për të folur për Perëndin. Unë mendoj se shumica e predikimeve sot, dhe e di që shumë prej jush do të bini dakord me mua, kanë në thelb diçka të tillë. Nëse pendoheni deri në një farë shkalle, do të shpëtoheni deri në një shkallë të caktuar. Kjo është për të ardhur keq. As edhe për 1.000.000 vjet, të tjerë njerëz mendojnë: unë jam i shpëtuar, përjetësia ime është e sigurt, unë nuk kam pse bëj asgjë, unë nuk kam pse të jetoj një jetë të shenjtë, unë nuk kam pse jetoj në shenjtëri, unë nuk kam pse. Jo, 1.000.000 herë jo. Shpëtimi është si lindja e një foshnje, por një foshnje duhet të rritet, një foshnje duhet të mësoj, një foshnje duhet të kaloj disa faza, për ndryshe ka për të vdekur nga keq ushqyerja dhe funksionon njësoj për pjesë shpirtërore. D.L. Moody, ungjilltari i madh, e përshkrua në këtë mënyrë një të krishterë i cili nuk rritet në shenjtëri. Është si një shishe e vulosur që po qëndron nën ujvarën e Niagarës. As një pik nga ai ujë madhështor nuk futet brenda një shisheje që është e vulosur. Ju lutem, bëjeni vetes këtë pyetje, ju lutem për hirin tuaj dhe të familjes tuaj, bëjeni vetes këtë pyetje. A jam unë një shishe e vulosur që pluskon lart e poshtë në rrjedhën e shenjtërisë dhe hirit të Perëndisë, dhe asgjë nuk futet brenda? Nëse jeni në këtë gjendje, më lejoni t'ju pyes. Jo, më lejoni t'ju përgjërohem. Mos keni frikë që të jeni të shenjtë ndryshe. Mos keni frikë. Nga se keni frikë? Se mos ju refuzojnë? Mos do të ndryshoj diçka në stilin e jetës? Mos është dëshira për të pranuar me çdo kusht, mos doni të jeni popullor me çdo kusht? Mbani mend diçka. Perëndia që dërgoi një engjëll për të vajosur buzët e Isaias dhe që t'i jepte atij një qëllim dhe mision, është i njëjti Perëndi që kërkon të bëj të njëjtën gjë me çdo njërin prej dishepujve të Jezusit, qofshi këtu apo duke më ndjekur nga e mbar bota. Do që të bëj të njëjtën gjë. Ai do që të bëj të njëjtën gjë tani, sot. Mos keni frikë nga njerëzit, çfarë mund t'ju bëjnë ata? Rrëfejuni Zotit. Dhe ai do t'ju jap një zjarr të shenjtë dhe do t'ju fuqizoj që të jeni të shenjtë ndryshe.